Përshëndetje të nderuar shikues. Po fillojmë me përmbledhjen e ngjarjeve që karakterizuan javën që lan pas në Gjakov. E gjithë java është karakterizuar me zhvillime të ndryshme politike, por jo për një zgjidhje konkrete. Politologu Melazim Koci gjatë të premtes u shpreh se Kosova po hyn në një krizë të thellë politike dhe referuar zhvillimeve të fundit dhe çndrimit të LDK-s, nuk mund të mendohet për një zgjidhje të shpejtë. Kriza politike në Kosovë është duke u thelluar, kjo pasi në horizont nuk po shihet ndonjë zgjidhje, duke ju referuar edhe zhvillimeve të fundit në LDK. Kështu vlerëson në një lidhje virtuale në televizionin Syri politologu Melazim Koci. Kanë kaluar 18 muaj dhe në horizont nuk shihet zgjidhje. Vendimi i djeshëm i lidhjes demokratike të Kosovës që të heqë dorë nga gjitha pozicionet dhe të kërkohet një president konsensual është një hap i vogël përpara, por që në rrethanat aktuale të polarizimit të thellë është bukur vështirë të realizohet. Fillimisht sepse nuk jemi sigurt që vetë LDK-ja është unike në atë qasje, dhe e dyta është shumë vështirë të gjesh president konsensual fillimisht brenda opozitës, po pastaj duhet pajtim edhe me vetëvendosjen. Prandaj nuk e shoh që jemi duke ecur drejt daljes nga kriza. Kriza është duke u thelluar. Profesori Koci gjithashtu pohoi se krahas krizës në aspektin politik, kemi krizë edhe në aspektin juridik, pasi Kosova ka shumë vakume juridike. Me aktgjykimin e qershorit të vitit 2025 të gjykatës kushtetuese, parlamenti, partia e parë ka pasur obligim të konstituojë parlamentin brenda 30 ditëve nga dita e konstituimit, nga dita e certifikimit të rezultateve zgjedhore. Këtë vetëvendosje nuk e ka bërë dhe mendoj se ka bërë shkelje të një detyrimi kushtetues. Ndërsa por zhvillimet e ditës së mërkurë në kuvend, profesori Koci tha se nuk ishte e qelluar hyrja mërgjimtarëve në hapësirat e kuvendit të Kosovës, sidomos në kohën kur Kosova është në krizë politike. Nuk më duk vendimi i qelluar lejimit që i hyrjes mërgjimtarëve në hapësirat e kuvendit. Është e pashpjegueshme të lejohet hyrje pa kontrolluar në hapësirat e kuvendit, sidomos në këto rrethana të një krize politike. Ndoshta në rrethana tjera normale të një gjendje të qetë, ndoshta dhe mund të kuptohej, por në këto rrethana, në këtë krizë të lejohet tani të hyjnë atje kush të doj dhe të bëjë çfarë të doj, kjo më duket e papërgjithshme. Kurti duhet të konstituojë parlamentin dhe qeverinë e pastaj të bisedohet për marrëveshje për presidentin, shtoi politologu Koci. Me që i ka numrat, duhet të konstituojë parlamentin, të formojë qeverinë dhe pastaj në disponim janë edhe 2 muaj për marrëveshje rreth presidentit. Dhe unë nuk e kuptoj pse insistohet që tani të arrihet marrëveshja për presidentin, duke shkelur normat kushtetuese. Koci gjithashtu tha se ka spekulime që çështja të zhagitet përmes ndonjë ankese në gjykatën kushtetuese, e pastaj të shkohet në zgjedhje në fund të vitit, kur edhe mërgjimtarët janë në Kosovë. Por kjo sipas tij nuk do duhej të ndodhte, sepse qytetarët nuk e meritojnë të mbahen për 18 muaj në ankth e pastaj të thuhet se kemi zgjedhje prap, dhe kjo nuk është një logjikë e mirë. Gjatë kësaj jave është kujtuar edhe për vjetori 28 i rënies heroike të Elton Zherkës, Përmet Vulës dhe Bekim Berishës Abejes, të cilët ranë heroikisht në betejën e Jonikut në një nga përballjet më të forta të luftës së UÇK-s.
Çdo përvjetor i rënjës sërish sjell në kujtesë ditët të luftës kur shumë të rinj lanë familjet dhe gjithçka kishin për t'u bashkuar luftës për liri. Në mesin e tyre ishin edhe Elton Zherka, Bekim Berisha Abeja dhe Përmet Vula. Rrugtimi i tyre u ndërprej në ditët të luftës, por emrat mbetën pjesë e kujtesës së atyre që i njohën dhe historisë së Kosovës. Gushti i shënon përvjetorin e rënjës së tyre. Familjarët dhe bashkëluftëtarët rikthejnë kujtimet për ditët kur i kishin për betejat, sakrificat dhe momentet e fundit para se gjithçka të ndryshonte. Elton Zherka, Bekim Berisha dhe Përmet Vula nuk janë vetëm emra të një historie të kaluar. Ata mbetën pjesë e kujtesës kolektive, ndërsa përvjetori i rënjës së tyre është një moment për të kujtuar sakrificën dhe për t'u përcjell brezave historinë e atyre që dhanë jetën për liri. Gushti i vitit 1998 gjeti Uniku në një nga përballjet më të ashpra të luftës në Kosovë. Në këtë betejë u dalluan shumë luftëtar, por 10 gushti i vitit 98 do të mbetej përgjithmonë në historinë e Unikut, pasi ran Bekim Berisha Abeja, Elton Zherka dhe Përmet Vula, bashkë me bashkëluftëtar të tjerë. Bekim Berisha Abeja ishte një luftëtar me përvojë të fituar në 3 luftra. Kishte luftuar në Kroaci e Bosnjë, ndërsa në Kosovë u bashkua UÇK-s. Elton Zherka ishte një nga luftëtarët që qëndroi në mbrojtje të Unikut deri në momentet e fundit. Përmet Vula, po ashtu një nga luftëtarët të rënë në atë betejë, e ndau fatin e tij me bashkëluftëtarët në ditët vendimtare të mbrojtjes së Unikut. Kujtojmë se lufta, beteja dhe frontet në Gjakov identifikohen me Eltonin, Përmetin dhe shumë të tjerë që shënuan historinë e vendit. Të gjithë bletarët e interesuar deri me 21 gusht mund të aplikojnë në thirrjen publike për përkrajën e bletarëve me pajisje për zhvillimin dhe modernizimin e sektorit të bletarisë. Drejtori i Bujqësisë Gani Ajdari ka kërkuar që bletarët e komunës së Gjakovës të shfrytëzojnë këtë thirrje me qëllim të përmirësimit të kushteve në veprimtarinë e tyre. Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural në komunën e Gjakovës ka hapur thirrje publike për përkrahjen e bletarëve, me qëllim të zhvillimit dhe modernizimit të sektorit të bletarisë. Përmes kësaj thirrje, pritet të përkrahen gjithsej 37 bletar, të cilët do të përfitojnë pajisje të dedikuara për lehtësimin dhe avancimin e punës së tyre. Komuna e Gjakovës tashmë Drejtoria për Bujqësi ka hapur thirrjen për subvencionimin në sektorin e bletarisë, ku në këtë thirrje pritet të subvencionohen 37 bletar. Në këtë thirrje janë kriteret e caktuar nga drejtoria. Drejtori i Bujqësisë Gani Hajdari u ka bërë thirrje të gjithë bletarëve që të aplikojnë në këtë thirrje publike, duke theksuar se përkrahja synon të krijojë kushte më të mira për punën dhe zhvillimin e tyre në këtë sektor. Thirrje bletarëve që të aplikojnë në këtë thirrje publike për subvencionimin e tyre, që të jetë një lehtësim në punën e tyre në sektorin e bletarisë. Në kuadër të kësaj skeme të përkrahjes, bletarët përfitues do të pajisen me mjete dhe pajisje të nevojshme për procesin e punës në bletari. Pajisjet që do të përfitojnë bletarët në këtë thirrje janë centrifug për nxjerrjen e mjaltit, vask për të njëjtën natyrë të punës, kem edhe poda antivarro. Thirrja publike për aplikim do të jetë e hapur deri më 21 gusht 2026, ndërsa bletarët të interesuar duhet i plotësojnë kriteret e përcaktuara nga Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural. E mërkura kësaj jave në fokus kishte aktivitetet të shënuara në gjithë vendin për ditën ndërkombëtare të rinisë. Këtë ditë të shënuar në Gjakov edhe një grup të rinj nga organizata KVRL-s, të cilët në bashkëpunim me bashkëmoshtarët e tyre mbledhin një varg mendimesh se si duan ata që Gjakova të jetë në të ardhmen. Në ditën ndërkombëtare të rinisë, qendra e Gjakovës u kthye në një hapësirë ku të rinjt patën mundësi të shprehin idetë, shqetësimet dhe kërkesat e tyre. Aktivistët e Këshillit të Veprimit Rinor Lokal mblodhën disa të rinj në qendër të qytetit me synim që zëri dhe idetë e tyre të dëgjohen.
Sot është dita ndërkombëtare e rinisë, 12 gushti, edhe ne si KVRD jemi dalë këtu në qendër të qytetit për t'i marrë mendimet e të rinjve, edhe t'i qesim këtu në letër, edhe këto mendimet e të rinjve se çka dojnë me pa më ndryshe në qytetin e Gjakovës ka fusha e rinisë, kemi mi dorëzu në komunën e Gjakovës ose në drejtorinë për kulturë, rinj dhe sport, edhe mi rishiku se çfarë mujmë me bë me këto ide të rinjve. Ndër kërkesat e ngritura janë më shumë mundësi për angazhim, aktivitete dhe hapësira për të rinjt. Mendoj se neve rinisë na mungon një qendër rinore, një pikave më të rëndësishme. Gjithashtu na mungon edhe festivale për neve të rinjve, gjithashtu në kohën e dimrit. Na mungon edhe një vend për aktivitete rekreative si kështu në qendrën e Gjakovës dhe shumë tjera. Gjakovës i duhen më shumë aktivitete të ndryshme për të rinjt që mujmë i bashku ose jo me najt vetëm në shtëpi sa më. Sot ata shkruan ide të tyre në letër, por ajo që kërkojnë është që këto ide të mos mbeten vetëm aty. Në ditën e rinisë, mesazhi i tyre është që ata duan të dëgjohen dhe të jenë pjesë e ndryshimit. Një epokë e re ka nisur për urën e Ibrit në Mitrovic gjatë kësaj jave. Kfori gjatë të hënës nisi një proces gradual të tërheqjes nga ura e Ibrit, duke ja kaluar përgjegjësinë për sigurinë e policisë së Kosovës, ndërsa gjatë të martës aty u pan edhe qytetarë që kishin ardhur ta shikonin nga afër këtë tranzicion. Dje KFOR ka konfirmuar zyrtarisht fillimin e një tranzicioni gradual për largimin e pranisë së tij të përhershme statike nga ura kryesore e Ibrit në Mitrovic. Ky proces shënon një hap historik pasi siguria urës po i lihet gradualisht në dorë policisë së Kosovës rreth 27 vjet pas përfundimit të luftës. Një ditë pasi u dha ky lajm të martën mbi urë pa vetëm një patrulle karabinierëve italian dhe disa të tjera të policisë së Kosovës. Ish zëvendës kryesuesi Vendit komunal të Mitrovicës së Veriut, Skënder Sadiku, tha se ky është një lajm i mirë sepse sipas tij urat lidhin shumë njerëz. Është lajm i mirë, është pjesë po mendoj vazhdimit, pasi veç çështja është për nder që një kohë të gjatë nuk ka pas po mendoj ekscese etnike, është filluar po mendoj një pjesë normale, është lajm shumë i mirë, po lajmi do të jetë i mrekullueshëm ose do të mrinat nëse hapet ura po mendoj për qarkullim edhe mos ketë nevojë për mikqyrje qoftë ajo e mezhve të ndërkombëtar ose qoftë edhe pi policisë. Ndërsa ish gazetari Zedin Krasniqi thot se ky proces tashmë ka një histori. Procesi normal që ka pas shumë sfida në Mitrovic dhe ka mbet deri këto ditë që prap aktualizohet mbartja përgjegjësive tash tek policia e Kosovës. Ndërkohë Ferit Shala, që sot kishte shkuar në Mitrovic nga Rahoveci, tha se kemi ardhur të shohim urën pa bllokada. Kemi ardhur me këshur që i ka ardhur koha më në fund edhe kësaj urës. Mi ardhur fundi, sepse nuk ka më urat bllokume. Ne do të ndërtojmë urat që do të kalojmë për një anës në anën tjetër. Kështu që është bërë fort mirë. Qytetarët në televizin lirë shumë, është e drejtë kështu, s'ka më bllokada. Ura mbi lumin Ibër ka qenë për vite një nga pikat më të ndjeshme të sigurisë në Mitrovic dhe simboli ndarjes së qytetit. Ndërkohë KFOR-i gjithashtu ka njoftuar se ka nisur transferimin gradual të përgjegjësisë së sigurisë te policia kosovare edhe te manastirit të Deçanit. Gjatë muajve të verës, dukshëm shënohet edhe rritje e numrit të pacientëve në qendrat mjekësore. Në qendrën e mjekësisë familjare në parlagjën Dardani, brenda një dite, ofrohen rreth 50 shërbime, ndërsa kujdesi veçantë i kushtohet nënave dhe fëmijëve. Qendra e mjekësisë familjare 10 në lagjën Dardani vazhdon të ofrojë shërbime shëndetësore për qytetarët. Në këtë qendër gjatë sezonit veror është vërejtur një rritje e lehtë e numrit të rasteve, kështu bëri të ditur shefja e QMF 10 doktoresha Federie Ndou. Këtu punojnë me dy ndrime, për 7 deri në orën 9 mbrëmje. Fluksi pacientave këto ditë ka qenë shumë i dendur. Kryesisht ka pas vjellje, brakqitje, temperatura, këto që janë pothuajse smundje viroze, stines. Marrin shërbimin e duhur, jemi 2 mjek paradite, 1 masdite. Doktoresha Ndou gjithashtu foli edhe për shërbimet që ofron kjo qendër shëndetësore. Në këtë qendër ofrohen pothuajse gjitha shërbimet, kryen shërbimet vizitat, jemi 2 mjek familjar, kryejmë gjitha vizitat,
gjitha moshave, kryet vaksinimi, e kemi shërbimin stomatologjik, edhe ky shërbimi stomatologjik punon çdo ditë prej orës 7 deri në orën 14. Gjithashtu ne bëjmë edhe vizitat sistematike në shkollë. Për çdo vit i bëjmë raportin edhe e kemi shkollën afër dhe i kryjmë gjitha vizitat edhe nëse nuk e kemi me plan program, ne i bëjmë vizitat nëse ka nevojë. Vetëm brenda një dite, në këtë qendër ofrohen rreth 50 shërbime shëndetësore, duke mundësuar qytetarëve marrjen e kujdesit të nevojshëm pranë vendbanimit të tyre, ndërsa kujdesi veçantë ofrohet edhe për nënat dhe fëmijët e vegjël. Me rritjen e temperaturave dhe ndryshimin e rutinës gjatë verës, institucionet shëndetësore bëjnë thirrje qytetarëve që t'i kushtojnë rëndësi shëndetit dhe të kërkojnë ndihmë mjekësore në rast të shqetësimeve shëndetësore. Konsumimi i ushqimeve të lëngshme gjatë sezonit veror është shumë i rëndësishëm. Nutricisja Jeta Lila Delia thotë se organizmi kanë nevojë për ushqime të lëngshme edhe gjatë ditëve me temperatura të larta, duke shtuar që individët nuk duhet neglizhuar hidratimin si një proces i rëndësishëm. Vera sjell ndryshime në rutinën e përditshme, por edhe në mënyrën se si ushqehemi. Temperaturat e larta shpesh bëjnë që qytetarët të preferojnë ushqime më të lehta dhe të ftohta, ndërsa gjellet e lëngshme dhe supat mund të lihen anash dhe përpasoj mund të shkaktojnë probleme. Për fat të mirë, viteve të fundit, vetëdijsimi i popullatës veç ka filluar me u ngritë sa i përket ushqyerjes gjatë stinës së verës. Nuk kisha pas dëshirë që me komentu gjonat të cilat veç janë stërfol në për media, mirë po kisha pas qef më ndalë tek disa gjonat që i kam spikat kove të fundit që po eliminohen supat dhe po eliminohen gjellat e langshme gjatë stinës së verës. Organizmi nuk një stinë, a i ka dëshirë që vlerat ushqyese me i marë gjatë cilës stinë që ne i kalojmë. Kështu që kisha rekomandu tek gjitha familjet që mos të eliminojnë gjellat tradicionale që i kemi, si dhe patjetër që të kenë kujdes me konsumimin e ushqimeve të cilat i marrim nga jashtë, do thotë që nuk gatuhen në shtëpi. Përveç ushqyerjes së balancuar, gjatë ditëve të nxehta një tjetër element që nuk duhet neglizhuar është hidratimi. Një prej dallimeve kryesore që duhet të kemi kujdes gjatë stinës së verës është edhe hidratimi. Shumica e përdorin termin dehidrim në momentin që vrejnë që po ju thohet goja ose që po ndjejnë etje. Në fakt, këto janë dy elementet e para që tregojnë se tashmë trupi veç është në fazën fillestare të dehidrimit. Prandaj pirja e ujit ose konsumimi i ushqimeve të langshme është mirë që të bëhet përpara se ne ta ndjejmë etjen ose përpara se ne ta shohim që na është tha goja. Mungesa e lëngjeve në organizëm mund të shoqërohet edhe me simptoma të tjera, veçanërisht gjatë temperaturave të larta. Dhimbja e kokës, marramendja, ajo plagështia që na ndodh gjatë verës, kryesisht është e lidhur shumë ngushtë me dehidrimin. Pasojat e dehidrimeve në nivele më të larta janë shumë më të mëdha, mirë po ne po flasim për dehidrimin e thjesht, minimal do thotë që ndodh zakonisht në stinën e verës sepse kemi aktivitet fizik më të madh, djersim pak më tepër dhe si pasojë uji del jashtë pak më shpesh. Gjithashtu edhe konsumimi i kafes, konsumimi i alkoolit në doza të shtuara, patjetër që janë diuretik dhe e stimulon do thotë edhe nxjerrjen e ujit të tepërt nga trupi. Kujdes i shtuar kërkohet edhe për ushqimet e përgatitura jashtë shtëpisë, sidomos në ditët me temperatura të larta, kur ruajtja dhe freskia e tyre mund të ndikojnë drejt për drejt në shëndet. Profesioni i udhërfyesit turistik tashmë njihet zyrtarisht me ligj, duke u rregulluar përmes kornizës së re ligjore dhe procesit të licencimit që mbron këtë veprimtari dhe lartëson standardet e turizmit në Kosovë. E gjithë kjo është arritur edhe me angazhimin e organizatës Guidex. Ta njohësh një vend nuk do të thotë vetëm ta vizitosh atë, por edhe të kuptosh historinë, kulturën dhe traditat që bëjnë të veçantë. E në këtë proces, rol të rëndësishëm kanë udhërfyesit turistik. Roli i një udhërfyesi turistik është mjaft i rëndësishëm për faktin që ai nuk është vetëm personi i cili shoqëron një turist, por është ai personi i cili e interpreton një histori, traditat, vlerat kulturore që ka një vend. Domethënë me fjalë të tjera, ai është një ambasador i vendit, por në vendin e vet. Ndryshe nga ambasadorët që kryejnë rolin e tyre në përfaqësitë diplomatike,
një udhërëfyes e kryen rolin e ambasadorit në vendin e vet. Që nga një gushti për herë të parë në Kosovë, profesioni udhërëfyesit turistik njihet me ligj. Kjo do të thosë se të gjithë ata që ushtrojnë këtë profesion duhet të jenë të licencuar. Në fakt, Ministria e Turizmit në këtë rast e ka hartuar dhe ligjin. Ligji ka hyrë në fuqi nga një gushti, i cili udhërëfyesin e sheh si profesion dhe në këtë rast ka kriju edhe masën ligjore për ushtrimin e kësaj veprimtarie apo kësaj pune si udhërëfyes turistik. Deri më tash kemi pas mjaft probleme për shkak që guidat apo udhërëfyesit e vendeve tjera kanë operuar në vendin tonë e që ne nuk e dim fakt se çfarë narrativat historisë apo çfarë ju kanë thënë turistëve nga ana e atyre guidave apo udhërëfyesve turistik. Veprimtaria e këtij profesioni pa një licencë zyrtare e bën të paligjshëm ushtrimin e tij, ndërsa për shkelësit janë paraparë dhe dënime. Ligji, domethënë, i ka parapa masat ligjore, të cilat janë të listuara, ku fillimisht i hipet një vrejtje dhe më pas fillojnë edhe masa tjera ndëshkuese me anë të ligjit. Zbatimi i ligjit tashmë ka nisur edhe në Tiranë. Inspektorati Punës ka filluar kontrollet në Prishtinë, ndërsa në pika doganore, grupeve turistike u kërkohet të deklarojnë nëse kanë të angazhuar udhërëfyes turistik, përfshirë edhe udhërëfyesit lokal. Ura Taliqit është një monument i trashëgimisë kulturore në Gjakov, e ndërtuar mbi lumin Krena në vitin 1816 nga esnafi i tabakëve. E vendosur në kompleksin e Qashisë së Madhe, kjo urguri ka shërbyer ndërvitje si lidhje e rëndësishme, ndërsa sot ruan edhe dëshminë e luftës së fundit në Kosovë. Sot ura Taliqit nuk është vetëm një monument i arkitekturës osmane dhe një dëshmi e historisë së vjetër të Gjakovës. Pranë saj ndodhet edhe një lapidar që kujton një nga ngjarjet më të dhimbshme të luftës së vitit 1999. Ura Taliqit sot i lidh dy kohë të Gjakovës, pjesën e vjetër të zejtarëve, tregtarëve dhe Qashisë së Madhe dhe kujtesën e dhimbshme të luftës së viteve të 90-ta. Gurët e urës kanë mbijetuar më shumë se 2 shekuj. Pranë tyre lapidari kujton emrat e atyre që nuk u kthyen më në shtëpitë e tyre. Dhe pikrisht këtu qëndron edhe pesha këtij vendi, një urë ndërtuar për të lidhur njerëzit që sot dëshmon edhe një periudhë të dhimbshme. E ndërtuar mbi lumin Krena, në kompleksin e Qashisë së Madhe, në pjesën jugore të saj, ura shërbeu për të bashkuar qytetin. Sipas mbishkrimit të gdhendur në mur, ura daton nga viti 1816. E sipas burimeve të shkruara, ura është ndërtuar nga esnafi tabak. Guri i gdhendur përbëhet nga qemeri i madh dhe 2 qemer më të vegjël në afërsi të brigjeve. Ndërmjet 2 qemerëve është hapur një dritare ndimse. Kjo urë në origjinë paraqiste tipin e urës së gurit me kompozicion simetrik. Ura edhe pas kaq shumë vitesh është në gjendje të mirë dhe sot shërben për kalimtare këmbësor. Gjatësia urës është 26 metra, kurse gjërësia 4,05 metra. Në dokumentet e institucioneve të drejtësisë ndërkombëtare, ngjarjet e 7 majit 1999 në urën e Taliqit janë përshkruar si një rast ku forcat serbe vranë disa persona, pikërisht për të mos u harruar emrat dhe historia atyre. Në këtë vend është ngritur lapidari me martirët e vrarë. Handballistët e vllazimit po kërkojnë mbështetje financiare nga bizneset me qëllim të pjesëmarrjes në rrugëtimin evropian gjatë muajit shtator. Ilir Bytyqi, udhëheqës i klubit, thotë se të gjithë ata që duan të kontribuojnë mbështetja mund të bëhet përmes gjirlloggarisë së klubit. Biletën për në Kupën Evropiane siguruan, por sot rrugtimi i tyre mbetet në pikpyetje të madhe. Klubi i handbollit vllaznimi po përballet me krizë financiare, e cila rrezikon t'u ashuajë ëndra ndërkombëtare në prag të nisjes. Pa ndihmën urgjente të bizneseve, pjesëmarrja në arenën evropiane mbetet në pikpyetje. Në jetën kohë edhe paraqitja në Estoni është në një farë pikpyetje, sepse udhëtimi deri në Estoni është i kushtueshëm, edhe klubi i handbollit vllaznimi ka nevojë për ndihmën e bizneseve në Gjakov për me realizu këtë paraqitje nga ana ndërkombëtare. Pavarësisht krizës, ekipi ka kryer detyrën. Për përfaqësim dinjitos të qytetit, ata tashmë kanë siguruar edhe përforcime të reja.
Ne si klub me forcat tona, kena arrit që me i sjell 3 lojtarë në ekip, është Arti Luzha, Mali Luzha dhe Granit Kadiri, cilët kanë qenë pjesë e Raovecit. Jena në bisedime edhe me lojtarin nga Brazili, cili ka qenë vitin e kaluar tek ne. Përballjet në Estoni luhen në mes të shtatorit, për mungesa fondeve solli një tjetër vendim. Me 12 dhe 13 shtator në Tallinn të Estonisë, zhvillojmë 2 ndeshje atje për arsye të obligimeve financiare, të cilat janë shumë të mëdha dhe nuk mujmë me imbulu me lujt një lojë në Gjakov edhe një lojë në Estoni. Për të gjithë ata që duan të kontribuojnë që kjo ëndër të mos shuhet, mbështetja mund të bëhet përmes xhirollogarisë së klubit. Të dhënat e plota bankare tashmë janë të publikuara në faqen zyrtare të klubit të handbollit vllaznimi në rrjetet sociale. Kjo është gjithçka sa i përket përmbledhjes javore. Ju falenderojmë që keni përzgjedhur mediumin ton për t'ju informuar. Mirëmbëjtje.